Është zhvilluar ceremonia e përurimit të sheshit Adem Jashari në nder të herojt legjendar të Kosovës dhe simbolit të rezistencës shqiptare. Në këtë aktivitet të organizuar nga Bashkia, të pranishëm kryebashkiake e Vlorës Bruna Mersini, nipi i familjes Jashari Bekim Jashari, deputeti Pirovëngu, ministri Ariona Ismaili, si dhe përfaqësues të pushtetit vendor, institucioneve dhe qytetar të shumt. Të pranishmit në takimin ceremonial theksuar rëndësinë e figurës Adem Jasharit për historinë dhe identitetin kombëtar, si dhe mesazhin e bashkimit dhe respektit për sakrificën e familjes Jashari. Jemi mbledhur për të inauguruar sheshin që do të mbajë emrin e herojit legjendar të Kosovës dhe të gjithë shqiptarëve, Adem Jashari, simbol i sakrificës, guximit dhe qëndresës për lirinë dhe dignitetin e kombit tonë. Nderuar familjar të familjes Adem Jasharit, të pranishëm, deputet edhe drejtues të institucioneve. Sot është një ditë vërtet e veçantë për qytetin e Vlorës, se përveç historisë tonë, ku rrënjët janë shumë të thella, asnjë qyteti tjetër nuk do t'i shkonte emri Adem Jasharit. Edhe këtij sheshi që për të gjithë ne vlonjatët është një shesh i dashur. Dhe sot ne e përkujtojmë dhe përurojmë familjen Adem Jasharit, një familje që i tregoi mbar Evropës që zgjodhi guximin dhe zgjodhi të luftonte për dinjitetin, sepse tregoi kur ke dinjitet si popull asgjë nuk të mposht. Këto ura komunikimit të historisë midis popullit shqiptar dhe popullit të Kosovës janë ura të cilat duam t'ja përcjellim brezave. Dhe ky shesh do t'jetë një memorie jo vetëm për ne, por do t'ja lëmë brezave në të qytet. Sheshi i ri në qytetin e Vlorës pritet të shërbejë si një hapësirë kujtese dhe nderimi për një nga figurat më të shquara të historisë sonë kombëtare.